ushqim i zemrës është dhikri. Mos e lëni me ju kalu lehtë që ke fjalë. Aman. Keni kujdes. Sa ma shumë dhikr. Sa ma shumë dhikr. Sa ma shumë përmendje të Allahut. E ushqen zemrën. Zemrën e forcojnë shumë sane, po dy, po du me i përmend, se mos thamë vetëm dy janë, dhikrin ja, edhe pastërtia brendshme e saj. Pastërtia brendshme arrihet duke mos i paragjiku njerëzit, duke i fal njerëzit. E dini ju se ai sahabiju që i ka garantuar Allahu xhenetin duke qenë gjallë, në vetëm punë tek e cila ka shpresu, ka qenë se në mbrëmje, ja u ka fal njerëzve, krejt që i kanë bërë. Nuk ka ra me fjet me urrejtje me inati për kërkan.